për proceset në të cilat kalon vendi. Canaj. Jo, unë po nisem nga fakti edhe nga ajo se si janë deklaruar pas partitë opozitare tani, edhe më herët. Do të thotë çka është në interes të shtetit. Edhe Fatmir Limaj është ndër ata, i cili herën e fundit e tha qartazi që ai do të bënte apo do të takohej me secilin kryeministër në qoftë se është në interes të shtetit, po ai së bashku natyrisht me subjektin me të cilin ka garuar si koalicion, gjithmonë janë deklaruar që Albin Kurti kryeministër nuk është në interes të shtetit dhe i bën dëm shtetit. Njëjtë i kemi pasur qëndrimet edhe të partive tjera opozitare. Kështu që në qoftë se ato e shohin që Albin Kurti kryeministër nuk është në interes shtetit, apo i bën dëm shtetit, atëherë nuk di se si do të ndryshojnë pastaj dhe si do të arsyetojnë ndryshimin e qëndrimit të tyre. Tashti fakt është që lëvizja vetëvendosje i ka fituar zgjedhjet. Dhe fakt është që lëvizja vetëvendosje duhet të provojë që ta bëj, apo i takon lëvizjes vetëvendosje që e para të provojë ta bëj qeverinë. Dhe fakt është edhe diçka që secili prej partive apo secili lider që ju ka prirë listave ka garuar që të jetë kryeministër dhe automatikisht gjithë duan kryeministër. Automatikisht edhe LDK-ja edhe PDK-ja. Në fakt unë e kam përshtypjen por si kanë fituar zgjedhjet. Që gjithë po e përmendin që e duan kryeministrin, por në fakt asnjë nuk e do. Për shkak të situatës në të cilën gjendemi dhe për shkak të asaj çka neve na pret në të ardhmen e afërt. Para mendoni tash një situatë kur Donald Trump e thret kryeministrin e Kosovës dhe sillet si me Zelenskin. Çka kem ne për të dhënë. Për shkak se më ka ndryshuar edhe situata, edhe politik bërja po e shohim. Do të thotë më ka kaluar koha kur dikush, po e përsëris se e kam thënë edhe një herë, dikush ka pasur dhe ka simpati për fatkeqësinë e dikujt. Për neve jo se jo, madje edhe për Zelenski nuk pat përkundër situatës në cilën gjendet. Ajo që unë do të preferoja është natyrisht një qeveri stabile, por posaçërisht në këtë situatë do të ishte në interes të shtetit që të jetë një qeveri kompetente e dijes, dhe jo pastaj që të kemi edhe ministra sikur që i kemi pasur në të kaluar. Po e shoh që po shikon çuditërisht. Kompetente. Por pikërisht kompetente. Nga kush? Nga njerëz kompetent të partive politike, për shkak se në qeverinë e kaluar. Që në kupton që mund të ketë koalicion sipas jush më të zgjeruar. Jo, pikërisht. Edhe një koalicion, në qoftë se është koalicion afat shkurtër, unë do të preferoja një koalicion të opozitës. Në kuptimin e asaj që tri partitë mblidhen bashkë dhe e formojnë koalicionin. Në qoftë se është një koalicion... Se bashkë opozita jo Albin Kurti, tha? Për shkak se opozita si duket i ka kuadrat më kompetenta se sa lëvizja vetëvendosje. Nga ajo që kemi parë, lëvizja vetëvendosje nuk ka njerëz, e para. E dyta, Albin Kurti nuk është që ka ndonjë kompetencë menaxhuese dhe ndonjë dije, por tash po duket sikur të jetë një nxënës i cili mëson për mensh dhe e merr peshe. Deri më tani nga ajo çka po shohim, për shkak se zotrimi i artit politikës në sytë e mi është diçka tjetër. Do thotë një burr shtetas që bën politikë, unë mendoj që shpesh herë duhet ta tejkaloj vetveten në interes të vendit. Dhe unë e kuptoj një parti opozitare e cila funksionon edhe me populizma, mirë po nuk e kuptoj një qeverisje populiste e cila pastaj i kushton vendit. Do thotë kjo është arsyeja, dhe tani kur flas për kompetencën, ne gjithë e dim dikasteret të cilat i kem. Ministria e Arsimit, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financave, tregon mani një ministri për pos ministrit Çeku që mund
thuhet që ka Krejt kompetencë. këta ministrat që përmendet, jo këtu dikastere, kanë fituar ulsen në Kuvendin e Kosovës. Po, Madje ndër më të votuar. çuditërisht, dhe kjo është ajo edhe që e kemi diskutuar, por shiqeni mos të harrojmë edhe një fakt. E përmendit nuk është kjo imje, dëgjova dikon, po me qenë se kishte shumë të drejtë. Aty për shembull ka marrë vota Xhelal Sfeqla për shkak të Veriut. Në anën tjetër ka marrë vota edhe Mimoza Kusari jashtëzakonisht shumë, e cila thjesht ka qenë ajo contact point i Radojqiqit. Do thotë këtu është paradoksi edhe forma se si ka shkuar vota.